Ju më vënd që fare. Që frikë ka tuaj të Shqipëri? Me i super panel si gjithmonë. Ke frikë nga këta me ngjyrë që kanë ardhur tani, që halli ke? Ajo ka Amerikanë. Po mirë ma, po... Edhe Amerikanë... Base është e friksuar nga këta të tjerë. Amerikanë i parë ka hyrë në 108 dhe nga ka dalë. Jo, nuk e lë, ti e di që unë se lë. Mirë, atëre po prezantoj të ftuarit me njerë, Bona Miklej, mike fantastike, Zakto Puzi që e ka fjallën e artë, Valentina Agalliu që ka lënë djalin për të ardhur në emision sot, sa për djeni, dhe Albinushi, një shkrimtar që ka super pen, si kjo që i dashur Ornelës tani, po ti kishe tëndën me çmore time. Po ku e ke tëndën? Nuk e kam. Unë e kam stilograf, se kam ajo super pena. Po, ke drejt. Kemi rreth 21.000 të huaj që janë si pensionist, janë si punonjës, janë Shqipëri pra me pak fjalë. Fëmijët tanë janë rrugëve, njerëzit tanë janë rrugëve, janë njerëz që kontrollohen maksimumi nga ata që i marrin punë dhe minimumi nga ato agjensit që i sjellin. Qa bëhet? Qa bëhet, Vali? Po na bëhet raca e bukur, apo? Qa po ndodh? Pse qesh o Bona se më... Bona ka frikë në emisioni, për herë të parë në jetën e saj. Ne që në momentin që patëm marrëveshje që pranuam Mujahedinët në Shqipëri... Ato nuk i pranuam ne, zemra. Po si, ne patëm një... Po ato i pranoj qeveriu, ne nuk na pyeti njëri. Apo jo? Shaku, të pyeti njëri ti, Zak? Jemi në vazhdën e më... Pse jemi kaq negativ? Fillojmë nga... Jo, nuk do ta fillojmë negativ. Për mua ata janë pjesa intelektuale opozita iraniane dhe më pëlqejnë shumë bile. Absolutisht. Nipi im në Bruksel del në protest me të dashurën iraniane vetëm për të drejtat për të ardhur një qeveri reformatore, moderne në Iran, se ka devijuam nga të... Po kaluam në Irani direkt, po, se të gjitha kalojnë në Ormuzi. Dëgjoj, ata i ke në për rrugë, i ke të lirë, jashtë kampit, din një Shqipe perfekte, janë zhiv në IT, dhe po martohen me gocat tona. Pas kanë qifte ata? Po tani... Si qa pastaj, o, Bona, ku shkoj raca shqiptare tani, qa pastaj? Raca shqiptare ka një qa pastaj? Pas teorisë. Se të thuaj nënës time qa pastaj? Merja nënës unë i burë që se njifta jo? Dëgjoj, si pa që teorie timen, pas një studim, gjithon si pas një studimi, unë po them, si pas një studimi tim personal, unë mendoj që persët në Shqipëri kanë shumë vite për para. Ta me nisha në balme? Jo, persët, kultura persët është shumë e vjetër, është shumë e bukur. është e jashtëzakonshme, janë një kombë... Vali, perandori 6.000 vjeçare. E filloj historin, Albi. Jam e dashuruar unë me historinë e Persisë. Po edhe unë jam e dashuruar, po të dëgjojmë që ka. O, jam e dashuruar me persët, se poetët persë nga fillon nga Rumi, Sadiu, Emerald, po... Më duka ajo kamera aty si meteorolozi mu e Ulqinaku dhe atje, po hapë të shkosh, po e kanë kamerë ato, i ku kam shëdash Të lutem mos kërë kamerën, më thuaj, pse rinia jonë po ikën jashtë, se neve gjdo gjë e huaj na duket e bukur, dhe të huaj që vinë në Shqipëri mbi vlerësojmë. Dhe duhet mbi vlerësojmë. Duhet. Pse duhet? Absolutisht, është një inferioriteti. Sepse një ndër gjërat më të bukura që unë kam kuptuar, dhe unë kam nga eksperienca ime personale, është empatia. është pleksur me i të uaj, ajo. Kjo ka tjetër marrëdhënie, kjo ka marrëdhënie dashurore. Po, ajo u pleks, prandaj u pleks, se kishte empati. Ka marrëdhënie kontraktuale pune, ndërsa ju keni marrëdhënie familjare, emotive. Jo, nuk ka të bëj